Jemi rikthyer. Duke qenë se nesër fillon zyrtarisht fushata elektorale, unë kam sot në studio komisionerin shtetëror të zgjedhjeve, zotin Ilirian Celibashi. Mirëmbrëma, zoti Celibashi. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jemi bashkë. Edhe për mua. Do përpiqemi të bëjmë një bisedë jashtë këtyre sloganeve që bëhen zakonisht me komisionerin dhe me këto. Do përpiqemi ta bëjmë sa më atraktive që popullata të kuptojë dhe në gjë, kupton. Se e shqetësuar është popullata për këtë zgjedhje. Pavarësisht se më të shqetësuar zoti Celibashi janë politikanët, këta që do vishen deputet, se këtu veshje quhet. Se kanë E interes. ke vënë re që këtu vishen, siç vishin ushtar dikur, tani vishen gazetar, vishen deputet, vishen uniforma, nuk është më se kush po vjen. Mua më duket në qenë fare ata mua. Duket e kundërta mua. E shtuar dhe zoti Tela, faleminderit shumë. Do të përpiqemi të kuptojmë diçka rreth organizimit të këtyre zgjedhjeve dhe problematikat që shoqërojnë gjithmonë proceset zgjedhore në Shqipëri. Procesi zgjedhor në Shqipëri, zoti komisioner, ka një ngert shumë të madh. Ata që humbin nuk i pranojnë humbjen. Dhe zakonisht, por nuk është edhe se nuk viden në zgjedhjet. Vjedhja këtu është një gjë shumë, vjedhja dhe blerja. Ne jemi një popull që themi jemi nga popujt më të mirë dhe më të bukur të botës, nuk lëm gjë pa thënë, por ndërkaq dhe vjedhim shumë vota sidomos, edhe gjërat e tjera. Po sot do flasim që viden gjërat e tjera, viden shumë dhe vota dhe blien shumë. Tani, për këto probleme, ne do të përpiqemi tash të jemi pak tani si po shkojnë përgatitjet për zgjedhjet dhe veçanërisht procesi për votimin e diasporës që është i ri. Këtë do të pyes të parën. Çfarë problematika keni patur ju? Dhe duket një proces jo i thjesht kjo e votës diasporës, edhe pse ne e përcjellim si të tillë, duke qenë se votojnë njerëz nga të katër anët e globit. Tani në Shqipëri videshin me mend tani të katër anët e globit që mund të vijnë dhe postat në punë për të vjedhur atë gjitha. Do të pyesim edhe për këtë ne. Mirë në përgjithësi është duke shkuar përgatitja e procesit zgjedhor, edhe veçanërisht votimi i diasporës. Diasporës mirë thua. Ne, mirë, deri tani gjërat kanë shkuar në përputhje me ato parashikimet tona, si në kuptim të çfarë do duhet të bëjmë, kur duhet t'i bëjmë, si duhet t'i bëjmë. Deri tani të paktën. Për sa i përket votimit të diasporës, ne sot filluam përgatitjen e dokumentacionit zgjedhor që do t'ju dërgojmë votuesve jashtë. Po e bëjmë këtë proces tek Parku Olimpik këtu në Tiranë. Dhe me shumë mundësi të hënën fillojmë dërgimin, postimin e fletëve të votimit për votuesit nga jashtë. Janë regjistruar për votuar nga diaspora, zoti komisioner, 245.935 zgjedhës. Nga cila shtete kam shumë regjistrime. Çfarë pritshmërish ka për këta, sa pritet dërgojnë votën mbrapsht? Italia është vendi me numrin më të madh, pastaj vjen Greqia, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse nuk gaboj, këto janë 3-4 shtetet me numrin më të madh të votuesve nga jashtë regjistruar. Tani e sigurt është që do t'ju mbri thuajse të gjithëve, sepse gjithë diskutimi dhe meraku që ka qenë i palëve i përligjur të themi deri diku se kush do të ishte operatori i shërbimit postar dhe të gjithë kërkonin që të ishte një operator që s'kishte lidhje me qeverin, me konjunkturat e tregut apo interesat e tjera. Dhe zgjedhja e DHL-s i ka qetësuar dhe është një zgjedhje e pranuar nga të gjithë. Dhe ky është një operator i cili i ka të gjitha kredencialet për ta bërë këtë punë në pikpamje profesionale të integritetit, ashtu sikur se do të duhet. Dhe në këtë mënyrë ne kemi garancinë që fletët e votimit të mbrin thuajse 100% tek votuesit nga jashtë. Sa do të kthehen, këto nuk di ta them. Kjo është një çështje që sepse varet nga vetë votuesi në radhë parë. Dikush vërtet është regjistruar, janë regjistruar rreth 250.000, por ndoshta humbasin interesin rrugës. Dikush është interesuar fillimisht, pastaj nuk është më interesuar, është regjistruar për X ose Y arsye. Këtë nuk di ta them. Nuk di ta them. Nuk di ta thuash. Por e sigurt është dhe kjo tjetra, që ne ja kemi vënë në dispozicion të gjithë mekanizmin që ai
Fletën e votimit ta kthejmë mbrapsht pa kosto financiare. Jo, sepse i paguan buxheti i shtetit. Por dhe nga ana tjetër kemi ndërtuar një mekanizëm që ai edhe pa dal nga shtëpia mund duke kërkuar kurrierin e DL-s, i thotë, unë marrova punë, votova, hajde merre fletën e votimit për ta kthyer mbrapsht. Tani, për votën e diasporës gjithmonë mbetemi në 1-2 pyetje dhe iki unë nga aty pastaj. Çfarë masash janë marrë për të shmangur manipulimin, për këtë lloj vote që e kemi për të parë? Zarfa do të vinë nga shumë shtete. Si garantohet që nuk azgjësohet apo nuk ndryshohet një zarf? Se për shembull mund të marrët një zarf dhe të futet vot tjetër, ose prishë. Duke sigur unë nuk kam gjë tjetër, ose nuk kam si ta them ndryshe, por fakti është që dërgimi i fletës votimit tek votuesi dhe kthimi i votës mbrapa është një proces i cili është i garantuar 100% në kuptimin e mos ndërhyrjes në këtë komunikim KQZ votues. Nëse flasim se si ai do të votojë atje, ky është një diskutim krejt tjetër. Por në momentin që ai do të vendosi dhe do të zgjedhë partinë X dhe kandidatin dhe ose kandidatin Y, zgjedhja e tij mbrin e tillë këtu tek ne. Nuk e di isha i qartë apo jo. Një pyetje kam këtu unë, ai garanton ky proces fshehtësinë e votës? Sepse mund, duke qenë se ai nuk është më në sallë dhe nuk ka më dhomë të fshehtë, aty mund të ketë votim familjar dhe mund të ketë votim me para. Shkon dikush ke dera dhe i thot, dhe aty ti, se këtu është skele ligjore, po ta fotografosh votën, ndërkohë që aty s'kene se ti mund të votosh në sy të personit që ti jep parat. Si është shmangim në të? Këtë nuk e shmangim dot. Nuk kemi pse të tregojmë hipokrit që ne kemi një sistem që garanton, nuk ka sistem. Mund zgjidhë një sistem tjetër, për shembull elektronika, po nuk e di. Njësoj do të ishte edhe elektronika, sepse ai do ta plotësonte fletën e votimit në atë dhe nëse do të ishte nën tundimin e paras ose nën presionin e X-it apo Y-it, do të kishin të njëjtën situatë. Personalisht nuk e them si komisioner këtë, po mendoj që duke parë numrat janë shumë, 250.000 janë gati 20% e votuesve jashtë, është një numër që në historinë paktën në njohjen time botërore të zgjedhjeve të tilla, është një numër shumë i madh, pasi në rastet e vendeve të tjera ka qenë 2, 3, 4, 5% ku ka filluar për të parë ky proces, e ka shkuar deri te 10%, po jo më shumë. Pasi nga vendet nuk e ka gjysmën e popullsisë jashtë. Jo, ka që kanë dhe më shumë. Bosnia ka 2 milione ca që irlandezët kanë më shumë se ne, armenët po më shumë se ne, diasporë. Ka vende që kanë dhe më shumë, ka vende që kanë dhe më pak. Po është numër... Problemi është se në vendet, kocet, Shqipëri, fenomeni blerjes votës është besoj si askund tjetër, se votohet edhe në Amerikë me post, por nuk ka dyshim kush që ka kështu blerje sistematike të votës. Po në Shqipëri ne kemi shembuj fantastik në mënyrë se si krihet i gjithë territori i vendit për të blerë në çdo skut ku ka mundësi për të blerë. Dhe çfarë na garanton ne që kjo nuk do të ndodhë edhe jashtë. Pra këta blerës, pra kjo lloj industrie blerës votës nuk do transferohet nëpër diasporë. Për të qenë të vërtetë, vetmja garancia është vetë votuesi në rastin e këtij sistemi dhe nuk kemi pse të bëjmë hipokrit të themi që KQZ-ja apo X apo Y do të bëj këtë, do të bëj atë, se nuk ke mekanizma ose ke shumë pak mekanizma dhe ato mekanizma janë të tillë që në momentin kur ti do duhet të ndërhysh për ta parandaluar këtë si fenomen, ti nuk e bën dot. Natyrisht që ne kemi thënë që shiko, kush do kapet që do ta postoj fletën e votimit, do të ketë penalitete sepse fotografimi i votës përbën vepër penale, do ndërhy organi i procedimit penal etj, por e vërteta është dhe do duhet ta pranojmë që nuk është se impaktojmë shumë. Po unë i besoj dhe këtë isha duke thënë që jo si komisioner, po edhe si individ, si votues, si shtetas i këtij vendi që kjo kategori zgjedhësish mund të jenë nën votimin, do ta kryejnë votimin nën këtë fenomen, të themi, apo të fenomenave të tjera jo të pranueshme për sistemin zgjedhor, por nuk është kaq masive, nuk besoj do të jetë kaq masive, sepse
të themi se dikush i ka parat, sepse parat gjenden nëse do të bësh diçka, po është një logjistik e tillë që e ke vështirë për ta inxhinieruar. Dikush është në Milano, dikush në Torino, dikush në Athinë, është pak e vështirë, më duket mua. Edhe i besoj asaj që... Kemi parë përvojë nga më të çuditshme, dhe kështu që mua s'm duhet fare, se fakti që këta kanë, për shembull tashmë në këto zgjedhje kanë pasur struktura organizative nëpër diasporë, kanë mbledhur, kanë bërë mitingje, dhe kjo më bën të dyshoj që këto struktura, siç kanë këto strukturat e dukshme, kanë edhe këto strukturat paralele që i kanë këta nëpër fushata, kështu që do të them një gjë që është interesante, kemi bërë disa vlerësime të numrave ku janë regjistruar duke parë dhe aktivitetin e subjekteve zgjedhore, partive politike, janë 250.000 dhe mbi 60% e këtyre, duke llogaritur se nga janë të regjistruar, janë njerëz të cilët janë regjistruar jo si rrjedhë fushatave që kanë bërë partitë politike. Qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike apo dhe ndonjë parti tjetër. Po si del kjo? Po ti shikon aktivitetin ku e kanë zhvilluar ata, ndërkohë ata që janë regjistruar nuk kanë lidhje me aktivitetin ku e kanë zhvilluar. Po e kemi bërë një kështu për të parë, edhe qoftë edhe për kuriozitetin tonë. Qoftë ai ka bërë aktivitet të thënë Larisa, aty në Larisa janë 3 veta të regjistruar. Ti ikim kësaj votës diasporës, zoti Seli Bashi ç'ndodh? Ja, ti ikim kësaj. Po, dakor, për diasporën e kam dhënë unë. Ç'ndodh nëse një zarf humb rrugës? Në fakt, mua më ka ndodhur, po dhe shumë njerëzve që njoh unë që më kanë thënë, që edhe zarfat më, domethënë të DL-ja, ndodh që të humbin, kupton? Humbasin dërgesa postale. Ka shumë raste që dërgesat me post humbasin. Madje edhe nga kompanitë më prestigjioze. Ndodh. Kush e mban përgjegjësinë në këtë rast? Përgjegjësia në këtë rast është e atij operatori që është kontraktuar nga ana jonë. Dhe ka të përgjegjësi që mban si për rastin kur edhe dërgesa postare me vlerë qoftë monetare apo dhe me vlerë tjetër më të mëdha se një fletë votimi, humbasin rrugës, por nuk besoj se do të jetë ky rasti, sepse edhe nëse do të jetë një fletë votimi që mund të humbasi për një arsye ose një tjetër rrugës, nuk është që do ta përcaktoj mungesa e kësaj flete votimi apo humbja e kësaj flete votimi rezultatin e zgjedhjeve apo standardin e procesit zgjedhor të votimit nga jashtë. Edhe pak minuta do kemi një, se mos të destabilizoni pak zhurmë se edhin këtë asfaltin elektoral mbushat jashtë, që idhet tani në këtë, po në ka rënë tani, që idhet në këtë orë, edhe do tjetë edhe pak minuta. Dhe ikë nga vota diasporës dalë? Nga diaspora mbetëm, pra ju nuk keni gjendor që kjo votë, do të njoftojt personin së vetë vota e ti unë beta po jo? Për shembull isha jam unë jashtë, votova, humbi vota. Po, do të njoftohet. Do njoftoni. Ne trekojmë çdo vot. Ku shkon, si shkon, domethënë nga KQZ te votuesi, nga votuesi mbrapa. Pala që do tani do thotë mua edhe këto vota mi votën, nuk erdhen. Ata që do humbasin do thonë më shumë se kaq. Më shumë se kaq ata që do humbasin thotë komisioneri. Po. Tani, shqiptarët janë shpërndarë në gjithë botën edhe nëse shohim te pasqyra e regjistrimit ka shqiptar në çdo cep që janë regjistruar. Duke parë listën, pa u ndalur te Italia, te Gjermania, te Greqia, mua më bëri përshtypje 3 vende. Dhe mes tyre Shën Helena është një ishull vulkanik ku mbahet mend si ishulli ku është çuar në internim Napoleoni. Edhe aty ka votuar. Pritash. Ai është një ishull me 4000 banor, mund mes Oqeanit Atlantik. Avioni shkon një herë në vit, një herë në javë, njerëz me GDP të mërësisht ullët, dhe aty janë regjistruar 131 shqiptar. Dhe vota të vjenë do të vitë aty, dhe ajo kështë... Muan atje 131 shqiptar. Përveç ati ishte dhe ishujt Virgin Britanike dhe një anguila prap, po këto janë lartë në Amerikë. Kjo më bëri përshtypje, Shën Helena. Pa ta mos njofin të vetëm në qeveri tonë, ka qeveri atje? Ja ta shpjegoj si situata. Ja se komisioneri e di. Një votues i vërtet në Shën Helenë, vetëm një. Çfarë janë këta të tjerët? Kur kanë zgjedhur shtetin, një kategori votuesish, të cilët janë me banim në Londër, në Angli, kanë gatruar flamurin, se është një ngjashëm flamuri britanik me flamurin e Protektorat janë ata, një flamur kanë, por është... Po. Edhe ai ka shkruar Iliran Seli Bashi, rruga kaq në Londër, të gjithë këta. Dhe kur kanë zgjedhur shtetin,
kanë zgjedhur atë flamurin dhe kanë zgjedhur Shën Elenën. Po adresat e tyre të deklaruara në sistemin ton janë adresat të Londrës, të Anglisë. Po kur të shohet zarfi, thotë Shën Elena në fund. Jo, ne e korrigjuam këtë. Do thënë për këta 100 e ca. 131. Po, e bëm korrigjimin, pra e korrigjuam në sistem sepse të gjitha adresat ishin adresat të Mbretërisë së Bashkuar, Londër, Manchester. Në protektoratin e tyre janë ata? Britanikët i kanë. Po, edhe ata kanë gabuar. Britanikët vazhdojnë kolonizator akoma aty. Edhe bëm këtë korrigjimin, kështu që këto flet votimi do të shkojnë natyre në Londër, në Angli, nuk do shkojnë atje. Po ato shtetet që kanë nga një banor, një shqiptar të regjistruar, dhe atje do shkojnë? Edhe atje do shkojnë. Në çdo cep? Në çdo cep. Ore, këto mund të mblidhen më mirë se atje s'ka kushti vjetë. Jo, ata kush e di sa kohë duan që të Ky mund të jetë, ky dhe komisioni mund të jetë më rehat. Nga pikpamja gazetareske kështu intriguese, kemi një problem të vogël me Rusinë dhe me Iranin, sepse Iran ka të regjistruar dhe në Iran, një person vetëm. Mja 2 nuk e mbaj mend. Sa? 4 në Rusi. 4 veta në Rusi? Po ka njerëz. Edhe një në Iran, ë? Këtyre nuk do të shkojë zarfi. Jo, do të shkojë dhe këtyre. Po shikojmë se si do të adresojmë këtë. Do shkojnë dhe këta. Ne po i bëjmë përpjekje se. Qartë. Tani, disa parti, zoti komisioner, kanë vendosur që të djegin listën e mbyllur, duke vendosur familjarët e tyre aty. Kanë marrë familjarët, gruan, babajnë, tjetrin, dhe që pastaj të garojnë vetë në listën e hapur. Si funksionon kjo? A ka një tërheqje të kandidatëve nga lista e mbyllur që tani apo pas zgjedhjeve? Kandidati mund të tërhiqet në çdo kohë kur ai e çmon. Se çfarë vendosim ne kur ai tërhiqet, këtë do ta merrni vesh kur ta vendosim. Domethënë votat e tij edhe mund të digjen. Se them do tani këtë gjë. Duhen porositur këto partitë e reja që mos e bëjnë këtë gabim se Ato kanë dhënë dorëheqjen. do t'ju digjen votat. Dikush ka dhënë dorëheqjen, dhe jo vetëm nga këto partitë e reja, po dhe Po mirë, mund të tregoni më përpara. partitë e reja. Për shembull, po ti ikësh në Perëndim, komisioner, normalisht thot përpara kujdes se përpara ke radar për të edukuar njerëzit tërë. E kanë ligj, e kanë gjë në ligj. E kanë në ligj këta të shkruar. Siç ka ta kurrën atje, kështu që të gjithë ata e dinë se çfarë pasojash kanë. Ligji çfarë pasojë ka në këtë rast? Ligji nuk ka ndalim në lidhje me momentin kur ti jep dorëheqjen nga kandidimi. Po votat? Ne nuk e bëjmë zvendësimin Nuk e bëni? të listës, pastaj e vlerësojmë. Qartë. Në sa zona do të kemi votim elektronik në këto zgjedhje? Pse nuk u aplikua votimi elektronik më gjerë, veçanërisht në Tiranë, ku janë dhe mundësitë më të mëdha? Apo nuk vide do të thuaj në elektronikisht? Kjo është pak po e sigurt, po nuk vidhet më nëse diskutuat pak më para për vjedhjen. Nuk ka vjedhje të kutia e votimit, nuk e konteston me sa diu. Edhe unë këti ide kam i pyes, sidomos të majtit janë shumë të organizuar, zgjedhjet kanë mbaruar përpara, nuk ç'lidhje ka me kutinë e votimit. Kështu që në një lloj mënyre si me kuti, si me elektronik, nuk ka diskutime në lidhje me çfarë përmban kutia e votimit aty si vota. Ne, edhe kthyer tek pyetja juaj për votimin elektronik, do ta zhvillojmë në mënyrë pilot në 2 njësi të vogla, në njësinë 10 dhe në bashkinë e Vorës. Është një lloj kthimi mbrapa. Pse pilot? Një lloj kthimi mbrapa. Sepse u bën 3 zgjedhje rresht, sa u bën, duhet mos gabohet, domethënë. Të treta. Se piloti bëhet që ti ta bësh të plot herës tjetër. Domethënë sa do të vazhdojmë pilotojmë pa shkuar drejt një finalizimit të këtij procesi, domethënë. Drejt, ne kërkuam që ta zgjeronim votimin elektronik në 6 qarqe. Po, dhe ishte shumë gjë e mira, pse s'u bë? E propozuam kohë më përpara, rreth gati 1 vit e gjysmë. Ju kërkuam partive politike që na jepni një opinion në lidhje me këtë projektin dhe idenë tonë për ta shtrirë votimin elektronik. Vetëm 4 muaj, ose ndoshta 5 muaj përpara datës zgjedhjeve, pasi kishim bërë dhe një kujtesë të mëparshme, me një kujtesë të tretë filluan të kthejnë përgjigje. Dikush thoshte dakord, dikush jo, dikush po, dikush jo. Dhe në finale pasaj, Partia Demokratike
nuk dha një konsiderat pozitive, tha, ne akoma nuk për shkak të problematika sikur se ata pretendojnë të evidentuara gjatë aplikimit të votimit elektronik në zgjedhjet e vitit 2023, nuk kemi dakord që të zgjerohet, të shtrihet votimi. Pra domethënë kjo është bërë prej PD-s. Dhe ne e mbështetëm, si thuash, sepse nuk mund të zhvillonin këtë kur Partia Kryesore e Opozitës. Që ta kuptoj më mirë. Në qoftë se votimi elektronik, paktën për mua, nuk e di, ndoshta besoj keni të njëjtin mendim, që është më i saktë dhe më i pamanipulueshëm. Sepse makina besoj është më e pamanipulueshme se sa 100% është. Atëherë pse ne duhet merrem me tekat e partive të cilat nuk e di pse i nxjerrin këto, sepse mua më bën të dyshoj kjo. Pse më bën të dyshoj? Sepse duke qenë se gjërat varen nga numëruesit në tavolinë, pse një parti e cila është në opozitë do zgjedh një metodë më pak sigurt se sa një metodë e sigurt. Pra këtu tregon që këtu ka shtek për abuzim, sepse ai nuk e zgjedh kot këtë metodë më pak sigurt. Dhe un kam dyshimin që do ndodh ajo që ka ndodhur gjithmonë me partitë e reja, dhe duke qenë se partitë e reja sot janë më kërcënuese se kurrë, unë mendoj që të dy palët e mëdha që kanë numërues në tavolinë mund të bien dakord që apo më të kërcënuara po. Më të kërcënuara, më kërcënuese për sistemin. Okay. Dhe pra duke qenë se kemi paktën sondazhe tregojnë një fuqizim partive të reja dhe të dyja palët kanë frikë se mos ndoshta këto do krijojnë një pol 3 dhe etj. Unë mendoj që këta mund në tavolinat e numërimit bien dakord numëruesit e dyja palëve që votat e këtij marron, votat e këtij tjetri merr dhe pse nuk ndodh? Çfarë garanci kemi? Kjo s'ndodh se s'ndodhi në 2021, nuk ndodhi në 2023. S'ndodhi sepse s'kishte një palë të tretë që vërtet kërcënonte sistemin. Po, janë kërcënuese dy të mëdha të mjaftueshëm për njëra tjetrën kur vjen puna te pushteti. Nuk besoj që ka gjenerozitet nga njëra palë për t'i lënë pushtetin palës tjetër. Jo, unë mendoj që në zgjedhjet e kësaj radhe, duke qenë se diferenca është e qartë, pra nuk ka një garë reale midis dy forcave të mëdha, e vetëm gjë që mund të bëjmë mund të shkelin syrin njëri tjetër për të mos liruar një pol tretë që t'i çajë të dyja palët. Dhe duke qenë se zgjedhjet varet nga numëruesi në tavolinë, këta mund ta bëjnë të diell me njëri tjetrin dhe ata që janë partitë vogla që nuk kanë numërues në tavolinë, këta mund e kanë bërë më përpara. Po tjetër e kanë bërë gjithmonë. Kjo që thotë mërtirisht ka ndodhur. Sepse ndoshta s'ka ndodhur në kohën tënde, e kupton? Por ka ndodhur. Më para, po domethënë, unë dyshoj shumë tek fakti që duke qenë se numërimi elektronik është 100% i sigurt dhe është dhe i shpejtë, e marrim vesh rezultatin shpejt. Ne zgjedhim akoma metoda, themi, primitive të numërimit me dorë, të cilat na zgjat rezultatet dhe nuk e kemi të paktën këtë nivel sigurie. Jo, ne përgatisim një proces zgjedhor në kushtet e një antagonizmi të fortë, gati lufte politike. Por gjithsesi ju një arbitër, ju nuk duhet vareni nga tekat e partive. Aty do dalim, ma dëgjuar arsye-timin. Që do të thotë, edhe ti si institucion kryesor për përgatitjen e procesit zgjedhor, e përgatit këtë proces zgjedhor në këtë antagonizëm të madh politik. Dhe në një lloj mënyre, sipas interesave të momentit, shikohesh me skepticizëm, domethënë jo me besim në atë çfarë bën. Herë nga njëra palë, nga pala tjetër. Dhe do duhet të tregosh të gjitha palëve, veçanërisht atyre që janë kryesore, edhe kundërshtaret e njëra tjetrës, që ti në atë procesin vendimmarrës ose përgatitor të këtij procesi je i baraslarguar nga të gjithë. Dhe kur Partia Kryesore e Opozitës thotë, unë nuk e besoj këtë sistemi dhe qëndron apo nuk qëndron në argumentit tyre, është me bazë apo pa bazë, pak rëndësi ka, sepse janë në të drejtën e tyre dhe ta kundërshtojnë. Fundit votohet edhe me letër. Dhe përderisa janë dy sisteme, thotë unë këtë besoj. Nuk mundesh që ti imponohesh, ja të lutem. Nuk mundet ti imponohesh, thotë ti e ke gabim. Edhe ti thuash atë çfarë thatë ju, që shiko, sistemi elektronik është më i sigurt, po ti nuk e do këtë se do të manipulosh, se do ta ndash me Partinë Socialiste, keni numëruesët. Nuk e përdor dot të argument, edhe nuk është argument. Dua të them këtë që dakord, partia më e madhe e opozitës, por nuk është vetëm kjo opozitë. Ka dhe disa parti tjera të opozitës, të cilat të gjitha të paktën me sa i kam parë unë, janë pro numërimin elektronik. Të cilat ndjen të gjitha janë pro. E di kush është problemi i kësaj, që domethënë këtu zgjidhet që të favorizohet frika absurde mendojnë, e shprehur nga partia më e madhe e opozitës, e cila ka numërues në tavolinë, ndërkohë që këta të tjerë të cilët këta të shkretës kanë as numërues tavolinë, a kupton, dhe këtyre pastaj gjithë bie mbi këta, gjithë problemi. Kjo më duket çik kështu, e para dhe e dyta në fund fare, mund të gjetë edhe një rrugë mesme. Për shembull,
Dakor, bëjmë Tiranën kështu. Dhe kjo pastaj do nxirrte nëse ka vërtet diferenca për tu, pra do tregonte edhe besueshmërinë e procesit. E kishim edhe këtë propozim. Të mos bëhet një Tirana, të paktën të ishte një shembull, sepse ka dhe një gjë më që duhet vi në progres kjo. Pra zgjedhja e kaluara ishte Elbasani dhe mos gaboj Kamza dhe nuk e di kush tjetër. Vora. Domethënë Elbasani është qytet i madh, kurse tashmë kush është Kamza dhe është Vora dhe Njësia 10 në Tiranë. Pra janë më pak. Pra ka ardhur shumë më pak se zgjedhja e kaluar. Pra është një regres. Është regres, nuk diskutohet, por pyetja që kam unë, nëse mundet ta bëj këtë pyetje, është që kur partia kryesore e opozitës thot, unë nuk e dua, jemi në pozitën për të thënë ti nuk e do, po ne do ta bëjmë kështu? Po përgjigje realisht. E bën dot, nuk e bën dot. Nuk kam se të bëj as trimin kodër as sfiduesin. Mirë bon, se edhe mund t'i thojnë po e... Boll ka konsiderata opozita që jo sjellja e qeverisë, jo procesi zgjedhor. Ti shtosh edhe këtë, atëre si do t'i thuash që... Kujtja prishë, kujtja ndrejqesh, dhe çështja është që unë mendoj që duhet favorizohen më shumë të dobtit se të fortit. Megjithatë thash që mund të gjetë një gjuhë e mesme, pra të bëhet Tirana dhe të tjerat. Ne në faktu përpoqëm ta negacionin, biles ata ishin fare refraktarë në fillim, po pasaj arsyetuan, thanë që po mirë, se nuk kishin kundra në vetvete votimit elektronik. Por me qënë se ngeli dhe pak kon dispozicion, erdi pasaj rrethana që edhe ne vetë nuk mund të zhvillonim dhe nuk mund të zgjeronim votimin. Dhe normale që ata janë skeptik për këtë proces, sepse ne flasim si kur jemi në Suedi, pra do bëjmë një proces të rregull zgjedhor, të gjithë do shkojnë të votojnë me laps, nuk do votojnë me stilo laps. Dhe duket shumë e bukur kjo, por opozita e ka në kuris prej një periudhë shumë të gjatë këtë regjim, konsideron regjim këtë ku jetojmë. Pra, domethënë, qeveria ka çdo gjë në dorë. Qeveria ka nxjerrë të dhënat e çdo personi në treg. Kështu që ata parimisht kanë dakord edhe për mënyrën se si menaxhohet votimi elektronik. Dhe kanë pasur pretendime në zgjedhjet 2023, po pretendime flagrante për ato që ka ndodhur në Elbasan, në Vorë dhe në Kamës. Kështu që nga kjo pikpamje, ju edhe mund ta vendosit dhe thoni do të bëni kështu siç themi ne, po të paktën jeni treguar tolerante kjo pjesa. Kjo është pozitive për KQZ-n. Si ishte tolerancë, ishte vendimi arsyetuar në gjykimin, domethënë bazuar në realitet. Pra pak a shumë edhe ju keni rënë okay me skepticizmin e opozitës për këtë gjë. Po, edhe sikur të ishte pa mbështetje ai skepticizëm, dua ta pranoj që ne përsëri ashtu do të kishim vendosur, do ta kishim konsideruar propozimin e opozitës. Në fundit, jo vetëm këtu, po kudo edhe në ato vendet me demokraci të konsoliduar euroatlantike, ka disa avantazhe të themi të dukshme, pa dukshme qeveria dhe opozita nuk e ka, nuk po flas për Gjermani dhe Suedin, po edhe diku tjetër, ndoshta diku tjetër, dhe mendon një realitet të tillë ku ka kaq mosbesim dhe si thua teorikisht opozita prezumohet si e dobët në kuptimin ose jo në kushte të barabarta me partinë që qeveris vendit, je i detyruar që ti konsiderosh të gjitha frikrat me arsye pa arsye të opozitës, mendoj unë. Jo, ke bërë shumë mirë, sepse thash një variant tjetër mund të ishte që do e bëjmë elektronik në gjithë. Identifikimi... Ju e merrni si të mirë qenë që kjo është e pacënueshme vota elektronike? Sepse kjo është sot bushati. Edhe mua më shkruajnë këtë. Është 100%. Thonë që Trumpi po e heq, thonë, sepse shumë vënde më të përparuar me probabilitet si në zlot marshinë se do jetë se, shiko, ka numërues atje, mund të ketë dhe ta që mbyqyrë makinën nga të dyja palët. Dhe është më kollaj që të mbyqyrësh një makinë se sa të mbyqyrësh njëra një numërues në për rrethe. Kështu që për mua më duhet pretendim shumë i kot ky opozitës. Atje ku e kanë hequr, në fakt nuk e kanë hequr për çështje besimit në përgjithësi, ka patur dhe atje sisteme, se varet nga pajisja që zgjedh, nga sistemi që zgjedh. Sistemi që kemi zgjedhur ne është ndoshta më i miri në botë, sepse të mundson që të votosh nëpërmjet pajisjes elektronike, por ndërkohë ke edhe versionin e printuar të fletës votimit dhe ti e konsulton aty në moment. Pra, ke shtypur partinë X këtu, të det tek ekrani printerit të cilin ti nuk ndryn dot sepse është me një ekran është i mbuluar ajo fletë e votimit,
dhe shikon, është e njëjtë me këtë, qofse është e njëjtë, ti thua konfirmo. Qofse nuk është e njëjtë, votë. Jo, diku të ndrojni server atje, nuk e di, se Jo, nuk është i lidhur, ne nuk e kemi, ato e kanë patur të lidhur jo online, jo, kurse kjo ka qenë stand alone, domethënë Identifikimi elektronik. Po kjo prit se mos keni dhe ju një përgjegjësi këtu se dëgjova ditë nga opozita që thoshin për pretendimet që ne kemi pasur për komisionerët që kanë votuar në Elbasane. për asistentët e Edhe asistentët, KQZ-ja nuk ka bërë kallëzime. Pra, në një farë mënyre e ka stimuluar këtë lloj votimi që është jashtë ligjshëm. Ky ka Pra ju qenë fajsojnë ju këtu në Po, këtë pikë. ky është argumenti që ata, dhe duke qenë se nuk ishin pa bazë, ne konsideruam, si thua atë propozimin e opozitës që mos aplikojë. Por edhe nëse pyet përfaqësuesit e opozitës të Partisë Demokratike se gjithë pjesa tjetër e opozitës Yles insistonte për të aplikuar votimi elektronik, problemin ata e kanë me njerëzit, pra me këta asistentët, ndihmuesit teknik të procesit. Dhe ne vetë kemi parë që në disa raste, dhe jo aq masive sa që pretendohet, po në Elbasan, jo në Kamës dhe jo në Vorë, disa prej këtyre operatorëve e kanë thyer ato protokollin e ndihmës së votuesit. Se edhe provat opozita i mori nga kamerat, nga filmimet që i dham ne, dhe qëndronte ai si argument. Po, këto dolën, por pretendimi i opozitës është që këtë anomali zoti Celibashi dhe KQZ-ja nuk bën denoncim ndaj këtyre që këta të ndiqeshin penalisht. Pra që këtë praktik t'i jepnin fund njëre mirë që kush e bën këtë dënohet dhe ju fajsojnë. Po, ne e sankcionuam këtë gjë nga pikpamja administrative dhe kemi patur këtë debat me përfaqësues, kanë insistuar në fakt dhe unë kam qenë kundër, kam thënë se domethënë është pak e vështirë tashi, se do nuk është dhe kaq lehtë ta marrësh tjetër i thuash do të po të çojnë në burg ta fusën në ingranazhin e gjykata, prokuroria këto, kur ti vetë nuk e ke bindje, se ai mund të ketë qenë një lloj inocence aty, ka dashur, se ne nuk e gjykojmë dot që ky e intimidoi, tha, shiko, ne kemi atë pamjen që ky Bëri një veprim paligjshëm që nuk lejohet. Po jo çdo veprim i paligjshëm klasifikohet si vepër penale. Dhe ne e kemi klasifikuar si thyrje të disiplinës të protokollit dhe e kemi sankcionuar me gjop. Ata thonë që do t'i kishe çuar në SPAK, t'i kishe çuar në prokurori. S'kemi qenë dakord për vërtetës. Sa shkoi në total si kosto gjithë kjo vota opozitës? Diasporës. Pra sa kushton? Po vetëm posta ka shkuar të rreth 9.1 milion. Nga 12 milion që vurin në dispozicion buxheti i shtetit, 9.1 milion euro. Vetëm diaspora, 245.000 vota. Edhe 1. Sistemi? 8 milion a 1.2 milion. Do më të shkuan 11. Po pjesa tjetër, themi e Shqipërisë brenda? Janë 37 milion euro gati. Pra në total? Në total, në Shqipëri. Tani, zoti komisioner, fushat elektorale fillon zyrtarisht nesër. 37.6. 37.6 milion euro, po. Po nuk është shumë, po vësë Shqipëria është, po... Po të bëjnë zgjedhje tamam ja vlena, po shkojnë lek kot. Po ta ndim që ndrojmë me qeverinë? Shkojnë lek kot. Tani, zoti Celibashi, ju nesër zyrtarisht fillon fushat elektorale. Çfarë monitoron KQZ-ja? Cilat janë shkeljet më të shpeshta gjatë fushatave? Ju jeni eksperti më mirë sepse keni kohën më të gjatë që keni ndenjur në këtë lloj qeverisje. Ka këto të gjithë thonë që jemi, nuk thot njeri që nuk jam... Realisht ka për zgjedhjet ka edhe të tjerë. Ka, dakord, më nuk po them, po ti ke një eksperiencë shumë gjatë. Je pak modest shumë, po tani cilat janë shkeljet më të shpeshta gjatë fushatave që? Që do mos fushata shqiptare që është pak e veçantë. Nga partit e ke fjallën, për subjekte zgjedhore. Po, sigurisht. Problem... Ndonjëherë edhe, po herët kjo, edhe komisioni qendror i zgjedhjeve. Po, pa tjetër. Se tifozë kanë qenë pjesë mire, kupta. I numëronin si donin e gjitha.
S'ka patur arbitër situash. Ishte arbitri, po arbitri ishte pjesë e njerit ekip. Sho, arbitër varet edhe te kampionati. Dhe kampionati ku luaj, ne. Ka kampionate që arbitrin e kanë pjesë në një skuadra. Po joni nuk është kampionati i keq, me thënë drejtën. Mendoj unë, po. Nuk ka qenë i mirë. Nuk ka qenë i mirë, po tani të presim. Si Premier League është çike vështirë. Be, natyrisht, bile dhe Serie A nuk vjen, po hajde. Jo, po Liga e Kosovës. Këtu nga që shqitet ndeshja, zvaret më nga arbitri, është shqitur para. Po ishte në ekipet nuk ka faj kjo. Po s'ka faj pa tjetër. Po tani ne Jo, në rregulloret futbollit arbitri, po pa shenja që loja është e shitur e ndërpret. Kjo është e vërtet. Po nuk ka të sezon dotën. Po ta ka fuqi komisioneri, sa do emër të madh që i kanë vënë, i thon komisioner tani këti, ti mendon se ka fuqi kjo të anullojë ndeshjen. Po këtë e marrin e S'ka problem, deri ditën që do ta kem atë. Jo, okej, nuk po them jo, po Ligji e jep atë fuqi. ligji ta jep këtë. E kam atë fuqinë, kupton? Pastaj ata thonë që ky ikën vjen një tjetër, ndodhe kjo s'është një kamet i madh. Qartë. Atë bëj një pyetje unë nëse Ja ta përgjithëte. Okej, po. Cilat janë shkelet që ka parë Seli Bashi që janë më të rënda ato. Çka ndodh nga janari deri tash? Pra çfarë shkelësh ka ndodhur nga janari deri tash apo asnjë konstatim? Jo, kemi konstatime, kemi kryesisht lidhe me sjelljen e funksionarëve publik në fushat zgjedhore. Dhe e vërteta është, dhe është e vërtet, dhe s'kam asnjë arsye për të thënë të kundërtën, që qasja e institucioneve publike në këtë prag fushate dallon. Është ajo që duhet të jetë 100% ngelet gjithmonë këtë diskutimi, po krahasuar me zgjedhjet e tjera. Ka një kujdes super të shtuar dhe vëmendje dhe interes super të shtuar për të qenë në rregull, qoftë edhe formalisht me ato parashikimet e kodit, me se si do dalë, çfarë do them, do shkoj këtu ta inauguroj rrugën, do ta inauguroj apo gjëra të kësaj natyre. Është situata ndryshe dhe këtë mund ta konfirmojnë, besoj, nëse është rasti edhe Nuk jepen më qelsa apartamentesh si 2021-shin, apo jepen më pak qelsa apartamentesh tash? Pse 2000 po ne nuk deri më sot Thanë për tërmetit ishte nuk kemi të identifikuar në një rast. Shërbimi i tërmetit s'kishte shërbime. Numri më i madh i këtyre ankesave lidhen me postime në rrjetet sociale. Këta postuan, i bën eko postimit të ministrit filan, të ministres filan. Kur shikon këto në njërë të duke si e vërtet në Suedi që për çfarë po ankojemi. Kjo është një Por natyrisht që tregon që ka vdekur gara, se po të kishte garë këtu do kishte agresivitet madh në këto gjë. po mund t'jetë kështu, por unë e shoh që nëse shikon një pjesë të madhe të medias ka veçanërisht artikulohet nga opozita që shteti është vënë në shërbim të partisë në pushtet e tjera, po kur vjen puna tek ajo çfarë prezantohet, flas për atë çfarë vjen aty. Një pyetje, apo krimi zgjedhor apo a do kemi ose pse s'kemi pasur dhe ku diun si do jetë këtë vit monitorim të shpenzimeve të fushatës, sepse këtu, domethënë po ti pysh, edhe unë që nuk jam kështu specialist nga aspekti ekonomik. Kisha edhe unë këtu dhe ka drejt shumë. Domethënë, unë po të shohësh fushatat janë marramendse nga shpenzimet që bëhen. Mjafton të shohësh një kran që blihet aty, një ku diun LED, do kushtoj miliona. Pra raportojnë shifra shumë të ulta. Shumë të ulta dhe tani sa çfarë harxohen. Si jepet fund kësaj dhe pse, domethënë, a mund të kemi një raportim ne, domethënë, serioz që të shkojmë të shohim terren, domethënë, të merren të gjitha fushatat dhe shihet sa bën kjo, sa bën kjo, sa bën kjo dhe sa ke raportuar ti. Dhe ku i ke gjetur pastaj këto paratë? Ne nuk bëjmë dot për izë vërtetës më shumë se sa bëjmë dhe sa e kemi mundësi, qoftë si institucion, po qoftë si mekanizëm që kodi zgjedhor parashikon. Edhe vetë jam i ndërgjegjshëm që ose mendoj të themi, bazuar dhe në atë çfarë vëzhguesit ndërkombëtar apo dhe vëzhguesit vendas thonë që këtu shpenzohen më shumë para se sa deklarohen. Ajo çfarë ka ndryshuar ndoshta deri diku në mënyrë dramatike për mirë është vullneti për të raportuar dhe për ta përmbushur në kuptimin formal, po përpiqen kujdesen që ti rakordojnë. Nëse deri dje kishte një lloj deri diku arrogancë ndaj autoritetit KQZ-s për t'ju përgjigjur që shoh kur kërkon këtë dokument. Juve ja u pengon ligji që ju të ngrini
task force apo një... Kemi, po nuk kemi në gjendje sepse të mungojnë mekanizmat, ja do marrësh 10 veta, ja 15 veta, i kemi në terren, por nuk është një mekanizëm eficient, do duhet ta ndryshojmë në mënyrë radikale. Si mund ndryshohet dhe pse nuk ndryshohet? E para një mënyrë e financimit, do duhet ta liberalizojmë këtë, dhe të mos vendosim ca rregulla që shiko, dhe si punë disa rregulla që lidhen me prokurimet publike. Është më mirë ndonjëherë kur ajo gjë është transparente, se sa ti e fut në një lloj protokolli ligjor, por ndërkohë nuk t'jep atë produkt që do duhet t'japi, mendoj unë. Edhe çështja e financimit të partive politike. Ose ndoshta do duhet kalojmë tek financimi nga shteti 100%. Po ka nevojë për të ulur për ta diskutuar këtë dhe do duhet që kjo gjë të bëhet me njërë mbas përfundimit të zgjedhjeve, ose domethënë sa të krijohet legjislatura. Po këto i lënë në momentin e fundit dhe pastaj adaptojnë disa rregulla të cilat nuk Po këtë çështjen e financimit vështirë se do të adresojmë në mënyrë një moment. Kjo është një nga gjërat shumë thelbësore mendoj, sepse në qoftë se ti harxhon miliona euro, puna është kush t'i jep ty këto para dhe këtu tregon se ky është skema e korrupsionit të gjithë këtij shteti. Ky shtet kështu mbahet. Pra ne marrim para nga bizneset apo nga krimi dhe i hedhim zgjedhje dhe kur fitojmë zgjedhjet i japim para krimit dhe biznesit dhe i them borxhin. Kështu që prandaj nuk do të shoh shumë të rëndësishme këtë dhe përveç kësaj nëpërmjet këtyre parave orientohet dhe deformohet vullneti i votuesit. Teorikisht është, po unë nuk mendoj që këtu ndodh kështu 100%. Realisht. 100% asnjë gjë s'është. Besoj që është ajo që e përcakton atë gjë. Tani kemi dëgjuar, zoti komisioner, shumë fjalë nga SPAK-u, jo nga ju, që është SPAK-u është aktivizuar për të evidentuar rastet të krimeve zgjedhore. Tani, unë e kam pyetur vazhdimisht gjë, duhet ashtu të bëjë një emision, sepse ekipet e SPAK-ut janë, më rroshin kam pyetur dhe gazetarët që punojnë aty afër, 70 veta sa kanë ata, një sej. Tani, keni ju një bashkëpunim së pari me SPAK-un, dhe pastaj do pyesim çfarë mund të jetë ky bashkëpunim. Për të parë, për të fokusuar, për të qenë dhe SPAK-u brenda krimit zgjedhor nëse do kemi, për të ndjekur ata. Ne kemi një marrëveshje bashkë me SPAK-un dhe me prokurorin e përgjithshme, për të koordinuar në aspektin e informacionit dhe shkëmbimit të informacionit, dhe më shumë se kaq nuk mund të kishim, sepse përgjegjësitë janë shumë të ndara. Të kemi thuaj, se... Dhe të kemi. Po. Përgjegjësitë janë të ndara, çfarë bën KQZ, çfarë bën SPAK-u dhe çfarë bën prokuroria e përgjithshme. Mund ta them këtë që qasja qofte SPAK-ut, qofte zyrës prokurorit përgjithshëm, është e tillë që me siguri në kuadër të shkeljeve të kodit penal të krimit zgjedhor, veprimi tyre do ketë impakt. Do ketë impakt veprimi SPAK-ut? Besoj që po. Po, çfarë është konkretisht marrëveshja juaj me ta? Çfarë do bëjnë ata? Thjesht koordinim informacioni. Ne kemi ndërtuar një qendër të monitorimit aty në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, meqense jemi më afër terrenit dhe më të shtrirë në terren, do të jenë aty të atachuar përfaqësues të SPAK-ut dhe të prokurorisë përgjithshme dhe ideja është që në momentin ku do të evidentohet një shkelje, reagimi tyre të jetë i menjëhershëm nëse bie në portofolin e përgjegjësisë tyre. Në qoftë ka indicie që këtu është duke u kryer një krim zgjedhor, shitblerje, intimidim apo të tjera. Zoti Celibashi, tani ne jemi një vend pak e çuditshëm kështu si në vendet të Amerikës Latine, realizmi magjik, edhe mënyra se si flitet, si në librat e tyre, më shumë akoma. Thuhet për shembull që mjetet të mëdha përgjimi kanë ardhur, që do të dhe kanë filluar edhe njerëzit të shprisin nga pak kështu lehtë në ulin zerin e të gjitha dhe... Ta them se... Jo, me që dëgjoj me kështu e ta themi, dhe ti se ke për detyrë këtë, se përgjimin duke bën ti. Po mund të thoja, po nuk e di këtë, edhe nuk kam se si ta di dhe nuk dua ta di se si do tjetë mekanizmi, si e ka ndërtuar nga pikpamja
teknike punën në SPAK-u apo prokuroria e përgjithshme. Por bazuar në disa indikatorë, duket që ka një, ndoshta le ta themi besim të shtuar ose edhe një frikë të shtuar. Të atyre që mendohet që mund të marrin të zgjatin duar për vota. Përgjime kësaj rrate? Nëse ka? Edhe këtë Apo nuk është pastaj i takon prokurorisë të tjerë. Unë kam një kështu, se ata mund të përgjojnë edhe nuk mund të thotë se ata mund të përgjojnë dhe vetë komisionerin. Po normal. Trump i vën edhe një komisionerit, po kanë shumë. Unë kam një kështu nga zgjedhjet e 2000. Mora po e besoni vërtet. Komisioneri nuk është me askëndër dhe këta mëshin me askëndër se ti tani do të futesh një pull tjetër atyre foto. Po të donin të bënin drejtësi për zgjedhjet, merreshin me atë që s'bën zgjedhjet e 2021-shit, vjedhjen e dhënave të 1 milion shqiptarëve, që i përdor sot Partia Socialiste. SPAK-u e kishte në dorë ta hetonte. Bëri këtë si bën gjithmonë, ja çoi të shpëtoi Strasburgu atëherë. Ja çoi prokurorisë Tiranës. Ta mbyllën qeperin. Dhe sot do përdoret 4 vjet më pas e njëjta skem vjedhje që SPAK-u e la të vepronte para 4 vitesh. Pastaj u thonë ti e ke me SPAK-un, po faktet janë fakte. Nuk e mundet të qëndroj, se gjithë se cili për nesh ka konstatimin e vetë, po unë flasë për atë të cilën e prek ose bazuar në atë komunikim, edhe nuk më duket që ka një angazhim thjesht për të thënë sa gjëra në televizor, në ajo strukturë. Mirë, kjo që thoni ju është e përgjithshme, kurse kjo që them unë është konkrete. Pra, nuk e duhet më andi atë, do më thëmë, se në qarë e thanë, se do të hymë asaj gjës, pasaj nga pikpamja. Jo, po do jetuar, ndoshta e kisha gabimu, po nuk e refuzoj të jetoj një krim spektakolar zgjedhor, derisa refuzoj të jetoj dhe të shoj të prokuroria e Tiranës, ke Elisabeta Vimeri, do me thënë që s'ka dash të jetoj. Krim zgjedhor. Se dhe në 2021 për të ndihmuar këtë të bushatit të zoti Celibashi dhe u bë dhe kjo edhe në 2021 u bë. 2021, po. Edhe në 2021 u tha fort që do... Ndoshta ishin në ato fillimet, po tani PS-ja nuk është se u pendua dhe thot s'do i përdorim më ne këto që vodhën para 4 vjetësh. Bile si kanë updateuar ndoshta. Sa është numri i njerëzve që ndodhen pas hekurave që janë regjistruar për të votuar, edhe si mund të shmanget ajo që ndodhi në zgjedhjet lokale në Rogozhin, me burgun e Rogozhinës, me atë kutin që doli 99%? Nuk e kam numrin, nuk e di. Vetëm se në çdo institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, ka një numër të caktuar dhe është kompetence drejtorit të burgut dhe kryetarit bashkisë për të përgatitur listën e zgjedhësve. Po numrin nuk e kam, nuk e di se sa është ky numri atyre që... Ajo që ndodhi në Rogozhin, si të shmanget? Ajo e ka vendosur gjykata atë se si përgatitet lista e zgjedhësve. Aty filloi një diskutim dhe kolegji zgjedhor vendosi që ata të cilët do duhet të votojnë atje ku ata kanë vend banimi, pavarësisht se ku e kanë vendin e vuajtjes së dënimit. Kështu ka vendosur kolegji. Celibashi, ju në 3 dhjetor 2021 keni kallëzuar 67 antar nga 18 grupe, nga gati 10% të qendrave të numërimit për shkelje penale. A mund të kemi ne një raport, a me një çfarë është bërë, si ka shkuar fati i këtyre hetimeve, në fund fare, a mbaron puna juaj në momentin që bëni kallëzimin, apo keni edhe pastaj interesoni çfarë ndodh më vonë, a merrni të dhëna, nëse si shkon procesi i hetimit dhe çfarë rezultate nxjerr kjo? Dhe çfarë na garanton që nuk do ndodhi e njëjta gjë që do lihen në mes hetimet? Kanë detyrim në fakt e ka përcaktuar kodi zgjedhor që këto strukturat të japin informacion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jo vetëm për ato kallëzime që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por në përgjithësi çfarë lidhen me krimin zgjedhor. Tani nuk e kam si të dhënë se sa është ky numër, por e kemi marrë në mënyrë periodike këtë informacion nga Prokuroria e Përgjithshme, nga Policia e Shtetit. Ka shkuar kush në burg, domethënë. Ka shkuar, po ka, po nuk di të them se sa. Nuk e thua shifrën, nuk e di shifrën. Nuk e kam këtë parasysh tani këtë shifër. Gjithsesi, këtë nuk ne mendojmë që
situata do t'jetë më mirë në këto zgjedhje. Deri tani nuk shoh, nuk e di, ju mund ta shikoni ose të tjerë që premisat janë për më keq, por deri tani nuk duket që do ketë problematik të shtuar në lidhje me këtë çështje. Doceri Bashi, një nga shqetësimet më të rëndësishme, mbrim tani në finalet të kësaj pjese, është përdorimi i administratës publike në fushat. Çfarë bën KQZ-ja se evidentojnë raste të tilla, edhe në raport me çka bën të kaluarën dhe ç'mendohet sot, se kjo është e qartë për shembull. Forca që është bën këtë gjë. Po, e thash dhe pak më përpara, ne marrim denoncime që nga parti politike, nga organizata shoqërie civile, deri tani janë rreth 78 denoncime të kësaj natyre, të cilat lidhen me atë që thatë ju, keqpërdorim të aseteve publike dhe të administratës. Në ndonjë rast kemi vendosur sanksione, në raste të tjera kanë qenë të pa provuara ato pretendimet, qoftë partive politike, qoftë edhe të organizatave të shoqërisë civile. Është pak e vështirë, sepse kur i paraqesin këto denoncime, nuk është se ka prova apo indicie që të thonë që që të vendosin dhe në pozitën që, s'ke qa bën tash, do ta sanksionosh atë se kjo është evidente, ky mori makinën e shtetit apo mori administratën dhe vajti bëri një miting. Nuk ndodh më kjo në fakt për hir të vërtetës në një lloj mënyre. Tani janë tregojnë më shumë kujdesa, tregojnë më inteligjent për t'i kamufluar ato, kjo është një çështje tjetër. Tani, zotëri Bashi, kemi parë në disa zona, shpesh kjo, që ndonjëherë komisionerët e partive të riqen dhe paralizojnë procesin. Që ndodh në këtë rast tani? Po, këtë deri diku e ka zgjidhur edhe kodi zgjedhor që nëse një parti e braktis komisionerët e saj, atëherë ti si institucion KQZ ke të drejtën që ti zvendësosh edhe me të tjerë, ti marrësh nga jashtë fare, me aplikimet të tjera. Ti zvendëson me njerëz të nga jashtë. Po nga jashtë cilët janë këta, të këtyre partive, apo? Jo, ka njerëz që janë të interesuar, bën një thirrje, kush do vi të punojë. Për shembull, po t'ikin komisionerët e doktorit, aty mund vinë komisionerët e PS-s, pastaj. Mund. Do jemi të interesuar të vim. Mund qelloj që ta bëjnë kështu. Dhe vinë ata. Do vinë. Dhe i marrin pastaj siç ndodhin në 96. Ikën socialistët gjithë aty dhe i ngarkuan këtë. Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh thua? Nuk ndodh dhe nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur këtu. Ky procesi, jo vërtet e them seriozisht, ky procesi i numërimit. Shumë gjëra kanë ndodhur këtu, ndaj të pyes. Patjetër. Procesi i numërimit. Procesi i numërimit në vendet e numërimit, të paktën flas për eksperiencën time për 2021-shit, është i monitoruar 100% me kamera, me përfaqësues, me vëzhgues, me media. Edhe në verifikimin pas zgjedhor që ne kemi bërë, nuk ka diferenca që 300 vota që i kishte Iliriani, nuk i gjen me Iliriani aty. Gjithë procesi filmohet dhe ne kemi bërë këtë që në momentin që se diskutimi është tek votat për kandidatët për shkakun. Se votat për partinë thoni numërojnë në rregull, kur vjen puna te votat për kandidatët bëjnë pazare. Çfarë kemi bërë në 2021-shin? Në momentin që përfundoi procesi i numërimit për subjektet zgjedhor, ne ju dham regjistrimet e atyre filmimeve të gjitha partive politike kush i kërkoi. Edhe ata i shikonin ato filmime dhe nxinin rezultatin biles para se ta nxinin ne për kandidatët, sepse ishin fletë votimit aty. Qartë. Kemi vetëm një kuriozitet më tepër. Fleta votimit është e Tiranës, është më e madhja. Dhe ju keni përcaktuar që çdo votues mund të shënjojë partinë ose kandidatin dhe quhet fletë e vlefshme, ose mund të shënoj vetëm partinë ose vetëm kandidatin dhe njëkohësisht është e vlefshme. Tani, meqense ne dim shumë mirë që çdo gjë ndodh përpara se të shkojnë në kutinë e votimit. Atje pastaj është e pastër brenda kutisë. Si mund ta shmangni këtë patronazhimin e votës nga jashtë, monitorimin e votës nga jashtë, sepse ju me sa keni lejuar po flet për ditën e zgjedhjeve. Ditën e votimit. Çdo lloj shenje brenda kuadratit,
pra atje mund vesh kryq, mund vesh X, mund vesh plus, mund vesh 2 viza, mund vesh një numër, dhe ajo quhet çekim i votës. Ndërkohë, që me këtë mënyrë, dhe aq më tepër me kamerat që ju keni, çdo kontrollues për te mbrapa mund të thotë që po, te kjo kuti vote qendra X, ishin ato 10 votat e premtuara, sepse shenja identifikuese atje ishte një kryq në këtë formë. Si mund ta shmangni këtë? Këtë nuk e shmang dot, por probabiliteti që të ndodhi kjo është thuajse 0. Përse? Sepse ajo flet votimi, të cilën ti e i vura të shenjën, edhe më the mua të Gjoni kanë vënë atë shenjë dhe kjo është vota ime, ajo flet votimi nuk do numërohet nga unë, do numërohet nga Andi. Do dalin Edhe në ekran. Andi nuk e di fare se kush është kodi që kemi vendosur. Po do dalin në ekran ajo. Pra dikush Po s'ka shans ta identifikoj dikush atë në atë ekrani. Do duhet të lexosh 1 milion vota për ta gjetur. nuk 1 milion vota janë gjithë Shqipërinë, por atje janë vetëm 500 votat e qendrës votimit. Dhe te këto 500 votat unë identifikoj 5 vetat të cilët i kanë paguar që e kanë vënë rreth. Dhe them po ishin 5 rrathet atje, jepja. Po ku do duhet ta ketë atë filmimin Ka pra sepse del në kamera ajo. Po pra në kamera, po do ta kapi ai atë atje. Ai për atë E di ku mund ta marrë vesh ai kur të bësh verifikimin pas zgjedhor mund ta shikosh. Po reale nuk pra ja krijon mundësinë. Ju nuk thoni që te kutia duhet të jetë ose kryq ose çek, për shembull dy mënyra, jo 47 mënyra. Jo, ne vetëm këtë advokojmë. Themi ti do të vendosësh ose X ose plus. Dhe çdo formë tjetër do të pavlefshme? Jo, jo domosdoshmë. Po pengon. Po jo se të thot kodi zgjedhor, thot ose në një formë tjetër ku është e qartë vullneti zgjedhës. Ti le mundësinë atij. Ai e shkruan atje. Abuzoj me këtë. Po, ja, unë jam dakord që ta bëjmë kështu, po nuk. Kodin zgjedhor e kanë miratuar këta që i bëjnë këto marifetet. Unë do të isha dakord o kryqin o X-in. Është vetëm një mënyrë për të shmangur kontrollimin e votës nga jashtë. E vetëm e mënyrë thotë Tela, kemi në një tjetër Një pyetje kam unë, te këto 250.000 votat e diasporës, ju thatë që kemi bërë për shembull dhatat shembullin e Larisës, keni bërë studimet brendshme. Jo, ka qenë një konstatim, jo shkencor. Do me thënë, jo shkencor. Tani, mos qëndroj, dihet nga këta sa janë njerëz që edhe më parë, megjithse janë diaspor, kanë ardhur, kanë votuar, pra nga të regjistruarit, sa kanë qenë votues konkret? Nuk e dim. E kuptoj që do të është. Nuk e... Pra, sa vot reale shton diaspora, shqetësimi nuk dihet. Nuk e dim se sa flitet që ky numër shkon tek 30.000, 40.000, thot dikush nga këta që vijnë kryesisht nga Greqia, në autobuza, po jo më shumë. Do me nga 250.000 të regjistruarit, 30.000 janë afërsisht. Ata që kanë ardhur kanë votuar. Votues edhe të më përpashëm, e kuptoj. Prandaj them që është një numër shumë i madh. 250.000 është vërtet një numër shumë i madh. Dhe nuk besoj që edhe më optimisti ka menduar që do të ishte ky numër. Unë vetë kam menduar që do ishte tek 40.000, 50.000. Po zakonisht Kosova e ka gjysë për gjysë që përfundojnë votues, apo jo? Jo. Nga ata që regjistrohen. Po, që përfundojnë votues, Nga ata që përfundojnë votues. E këto zgjedhëm duket më pak në Kosovë. Pra koston e thamë 36 milion e ca, 37.6. 37.6 milion. Nga të gjitha këto 9 milioni ka marrë vetëm DL-ja. Tani ka që përpoqim të thoshim dhe të bënim, sot i komisioner faleminderit shumë që ndihmove mbrëmjen e sotme për shkak të ngarkesave që ju keni, ne ju morëm një kohë, gjithsesi ju falenderojmë dhe interes publikut, besoj ishte shumë interes publikut, nderuar teleshikues, kjo ishte pjesa e dytë. Pjesën e parë në folëm gjithësisht për dalimin në burgosin e Rion Velis, që tani burgu për burat i kemi thënë dhe dikuj tjetër këtu është. Faleminderit shumë atëre, faleminderit nderuar kolegë, javën që vjen, fillon, erdhën tani edhe fillon nesër, nesër fort fillon. Nesër fushë. Ky arqivita erdhi? Shtunën vjen ai, shtunën. Të shtunën është... Po bëhet si godoja Lacivita. Si godoja është, duke pritur godon. Lacivita do vitë shtunën, do rritë gjithë këtu, apo do të... Jo, do vitë shtunën, pastaj do ikë prapë. Do rritë gjithë kohën. Ja, ma ja. Është mjafton. Këtyre u ka ardhur. Miting me Berishën në Breshja dhe pastaj ikë. Bën dhe një në Breshja dhe ikën, thua ti. Edhe mund të kthehet. Por ndërkohë këta të menjërit ka ardhur njeri për këta nga Amerika? S'ka nevojë. S'ka ardhur nga Amerika njeri. Atëre të enën ne do të flasim tani edhe për ardhin e Lacivitës e gjithë të tjerë dhe do të sjellim edhe më shumë politikanë, edhe njerëz që kandidojnë, që ju të nderuar shikues
edhe ti njihni dhe ti shihni që janë këta që do t'ju përfaqësojnë nesër në këta janë përgjithsisht që ishin, por do shtohen edhe disa të tjerë, të cilët ne do të përpikemi t'ja usjedhim dhe të shikoni. Faleminderit, natë e mirë.